Do thonë, Shqip flasim e bëjmë sikur nuk kuptohemi. Në këtë kuptim mund të thoja që qosja që ishte nga Vuthaj, gjithë aktivitetin e ka në Prishtinë, në Universitet, në institut, por çuditërisht zemra mendja i rrinte edhe në Shqipëri. Dhe ishte nga të paktët që interesimet e tij për çështjen kombëtare nuk ishin të mbyllur brenda qarkut, brenda Prishtinës, ishin shumë më gjëra se sa kaq. Po ashtu edhe studimet e kryera në lëm të historisë, letërsi shqipe, në lëm të, do thosha, dukurive, të rrymave letrare, ishte në gjërsinë e vetë. Dhe në këtë kuptim, unë do të thoja që ardhjet e tij ishin, do të thosha, shumë të dëshëruara. Ndonë se ta zem, ku di unë, në 90-ën u thirrë emri i Qosës dhe i Kadares, pas gaboj, pastaj ndodhen ato keq kuptimet, sepse ne, do thonë, për mua Qosja, sa që është i kuptuar, aq është i keq kuptuar, po me sa duket është fati njerëzve që hyjnë në betejë, nuk ngurojnë. Pasem, ku di unë, për atë revolucioni demokratik i vonuar, edhe unë kam pas ne i këshu. Pse se jemi në ca interpretime që njëra palë dihet mirë, pala tjetër nuk ndihet mirë. Por, Qosja ishte i vërtet edhe në kundërvënie, edhe në lëvdime, edhe në polemik, edhe në debat. Qosja kishte fuqinë e mendimit që të jepte gjykimin e vetë për shumë çka. Madje, duke pas edhe rrezikun e lirisë së cunguar, për t'ja goditur dhe do thosha edhe lirin, jo thjesht të shprehjes, por edhe lirin fizike. Sa e kemi njohur në Qosën para 90-s, para se të përmbysej sistemi komunist në Shqipëri? Shiko, Qosja hyn ndër ata që është njohur, është lexuar, po është lexuar në ngushtësinë me të cilën realizmi socialist në Shqipëri. Se ka dhe një paradoks, për shumë Anton Pashkun në 71-shin është shkruar Rezez në të bardhë, ndalohet të hyjë në Shqipëri ai dhe vepra e tij. Qosja kishte një fat tjetër, natyrisht, po të kemi parasysh, Pashku nuk kishte nga këto problemet politike, ti ishte thjesht i tërhequr te letërsia. Ndërsa profesor Qosja ishte njëri aktiv. Ishte njëri që vihesh përballë pushtuesit, vihesh përballë të keqes, vihesh përballë alternativës së pohimit të vërtetës. Dhe në të kuptim, unë do thoja, janë disa vepra që kanë ardhur te ne, janë kontribute të tilla, pantaloni ralluar, madje unë bëja shaka nga një herë, vetrallimi i kërkuar. Pse? Në fund fare, ne kemi qenë programuar. Dhe vazhdojmë të jemi të programuar në kuptimin që kjo periudhë për mua ka 3 figura simbolike, është Kadare, është Argolli dhe Qosja. Po, janë pjesa e pohuar që ne e dim, por ka dhe ca figura që ende hezitojnë. Ka Camajn, ka Tërbeshinën, ka Arshipipën, ka Anton Pashkun e tjerë, sepse nuk duhet të mbyllim mendjen e komunikimit me vlerat pavarësisht botkuptimit. E vërtet. Çfarë ndodh? Botkuptimi me njërën palë kthehet në idhull, me palën tjetër kthehet në kundërshti. Dhe vim të një situatë e një vitit zero, e një vitit të çuditshëm, ku na dalin të tepërt sa shkrimtarë. Për shembull, tha dikush ta hezitojnë të flasin për Qosën, sa i përket kontributeve të tij. Është heshtje, do të thosha, e çuditshme, sepse Qosja nuk ka temë për cilën nuk ka folur. A mund po si jem dakord unë me te? Por pohimi është tjetër gjë. Domthon, akti qytetar për të hyrë betejave, për të hyrë një dialogu, do thosha, mjaft të vështirë në ato kushte që ai jetonte, dhe akti qytetar brenda podkuptimit është nga ato situata që do të thosha është më mirë ta dim se e pohon se kush është, se sa të mendojmë se është një tjetër dhe na del në një situatë tjetër. Në këtë rast, unë mendoj që midis dialogut dhe heshtjes, dialogu është më i rëndësishëm për komunikim. Për të mbyllur këtë pjesë të minutave të parë të bisedës me kujtimet, edhe me këtë të së shkuarës, vizitën e tij të parë në Shqipëri në 6 janar të 70-s, dhe tani po shikoj tek dokumenti, është lëshuar nga legata e Republikës Popullore të Shqipërisë në Beograd në dhjetorin e 69-s, që ai të qëndronte vetëm 25 ditë në Shqipëri dhe të hynte përmes qafthanës dhe hanit të hotit.